la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. Se me pega toda tu cadera. Ku jeni mi si ju kam? Shpresoj t'jeni gjithë mirë dhe t'ja kaloni sa më mirë sot. Sot jeti putate veçantë. Merri qik fryma më merret për i barku mos ma beni reja. I qik kërcej unë, po do t'a heq, ja fjarë do t'a heq. Si fillim, jemi ke doni, ke puntata radhës. Këtu që ju e dini shumë mirë që ne bëjmë si ta doni. Mos harroni subscribe, që t'i shikoni gjitha videot. Followers ke gjithë faqet tona, unë kam qik si shumë faqe, po i bi followers ke gjitha. Dhe nisim pa humbë kohë puntat në radhës me një të ftuar, jo special, po si mund t'i them unë, gangsteri skenës, super aktor dhe një nga aktorët më në trend tashi, miku im i ngusht, Margent Caushi. Muzika! Qa bu? Ai të shoh gjithë. Ka sili la të mundë se të Cadena. Ka fillu ta bëj këtë stilin Play stop. Qimoni kam thënë Qanit mos t'kili atri, po ta kam vjell pak këtë stilin, ta kam marrë borç, jo që ja kam vjell, borç kështu, opa. Qani, je i madh. O t'keqe, Si e? për zotin unë mirë, ti si e? Punët të shkojnë për bukuri, besoj, që filluar një super podcast. Shqyr zotin, po s'rim do t'kot ne edhe. Nxorëm filmin edhe po presim, po nuk rim do t'kot. Po nuk rinë kot punëtorët. Punëtorët e artit nuk mund të rinë asnjëherë kot. Ty urime të përgëzoj, bravo të qoftë. Edhe të shkoj sa më mbar ky podcasti që më pëlqen shumë këtu. Erdhi na morë njëra çunat e tu. Po kështu bam na Tirana. Kena shok të mirë vini, kena shok të mirë. Edhe thashon ku e ka studio neni, ku e ka. Ja këtu tha. Një ta vendosë makina aty tresh. Treshe? A i bujt numër telefoni? E vendosi tresh aty. A i do dha se po të tret. Gëzuar mirë se na. Mirë se ju gjeta dhe mbare mirë. O t'keqen qa ke bone? Si ki qeni? Mirë, faleminderit. Mirë ka shkuar gjërat. Shëndeti, kjo ka rëndësi se shëndeti. E pastaj punët vazhdojnë, hecin, shikojnë. Ka të gjitha kanë gjërat e tyra të bukura. Po merrem pak me teatr tani. Se edhe na kisha marrë malli, thëmë drejtën. Edhe sigurisht asnjëherë se kam lënë, se teatri unë gjithmonë, unë e kam bërë që kalamaqe i vogël, 12-13 vjeç, edhe s'ka se si. Por mirë po ecim, mirë po shkojmë. Po bëjmë atë stërvitjen, atë palestrën tonë, në teatrin tonë, edhe për ta gjetur gjën, po të shoh barkut ka rënë, edhe mua nuk ka rënë çika. E ka rani qike? Ka. Kema fillu mos hamë. Jo, kemi lënë brumin, vlla. Aty ke drejt. Edhe kam bërë flokët si puna jote. Unë i kam bërë si puna jote. Ti kishe gjata, kur gjiru merë në punë, kisha shkurta. Ore, si tu rritën ty direkt, valla, apo ku ti gjona? Shiko, po nuk e se bë direkte, por. Ka qenë janar vjet. Nuk i preva fara. Edhe i lash. Që më thua. Tash mirë der tash. Jo, mirë, jetë të shkoj. Se bova ki gjërën filmin tjetër prap. Po pra. Të gjata ta bëjmë punë. Atë e shumë tipa të rohën. E pra, do të shto, 3.000 njerëzit. 3.000 njerëzit. Il bote. Po ima, Ha të keqen. këto ko, përveç teatrit, me filma, me gjona, se je goxhan treg. Kjo është nuk e di, është super periudhë për ty, me thonë drejtën. Po, këto, po flasim për këto 2-3 vitet, më thëmë, viti fundit, base 2 vitet e fundit, kanë qenë shumë impenjative në punën time dhe jo, jam i lumtur për këtë gjë, është një gjë që ti kur e bën me pasion nuk lodhesh kurrë. Domethënë kjo është e
mëse e sigurt. Edhe po fillojmë, po vazhdojmë akoma, jemi akoma në kërkimin e të mirë dhe të bukurës, përsëri në kërkimin e suksesit të radhës, gjithmonë, dhe sigurisht që kemi 2-3 gjëra për t'i parë, oferta, skenare që vinë edhe që të vendosim. Ka lezet. Si shiko, ti po dhe gangsterin po e bon tipik gangster vlonjat. Vlonjata? Edhe me një batut për qefin ta, edhe ajo shkon, si temun, shkon një mix. Bëhet virale, thuj. Pjo, për e se bëhet virale. Po ti e bëj shumë naturale, ka të bëj shumë. Në përgjithësi të njerëz i Margenti gjithmonë rol gangsteri, rol kështu. Po jo gjithë e ke pas ashtu, ti ke pas Jo. shumë role të bukura sepse edhe në humor ti e bon humorin në mënyrën tate të veçantë. Edhe është tipik kur e ngjon është alla Margenti. Se domethënë është diçka që ngelet ose dallohet, më kupton? Po. Është goxha e veçantë, në stil tatin gjithmonë. E kuptoj. Mendoj që ajo që ndodh ndonjëherë që është mënyra e përcjelljes së batutës, e përcjelljes së tekstit që ke, po gjithmonë në personazh që mund të jetë ajo, por gjithmonë themi që me eksperiencë, me punë, sa të shtojnë punët, aq më shumë eksperiencë merr dhe sigurisht që edhe rolet e tua janë më të bindshme dhe janë më të piqen më tepër. Po që mund t'i shohësh edhe janë më të, si ta them unë, janë më të besueshme, them. Po ato role që bëndi, po, patjetër që njerëzit i besojnë. Edhe rastisi një moment aty kur ishim aty, që erdhi miku jon Amori, edhe takova një djalë, tani ndodhi, më thënë s'ka shumë, para 2 orësh, edhe ishte një djalë dhe më tha mo deshte për shembull të më ofronte diçka, edhe i thashun faleminderit, i thashun po nuk e konsumoj, nuk e pi. Edhe ma bëri, po pse tha, te seriali ne, tha, kupton të e shikonim, tha 3-4 herë vetëm për ty, tha, vetëm për këtë gjë, tha. I thashun, jo, i thashun faleminderit, na gënjeve ti, tha. Po ti thashun dhe kisha vdek me kohë. Po pra, edhe kjo është më vjen shumë mirë, sepse sigurisht që puna e aktorit edhe puna jonë është që ne të jemi sa më besueshëm në atë që bëjmë. Përderisa njerëzit besojnë, patjetër që ne ndihemi shumë mirë në punën tonë, se thua që puna jonë po merr vlerë. Kjo është më e rëndësishme. Por mendoj që sigurisht do kalojnë koha, do kalojnë edhe eksperjenca do rritet. Do jenë akoma më të mirë, por jemi në rrugën e mbarë. Kjo ka rëndësi që jemi në rrugën e mbarë. Ti vogël va nuk je më. 39 vjeç. Po i vogël je prapë se brave. Mendoj që karriera e aktorit ndonjëherë që thonë, që moshën që ke kohë përpara. Mimi, dakord, Punë karrierës është tjetër. Jo, po ta them edhe te pjesa e karrierës. Thonë ndonjëherë që 40 për aktor në skenë, në kinema, je i ri ende. 40 vjeç, je i ri sepse aty pastaj fillon karriera, se ke eksperiencë, ke ashtu. Ne u bëm dhe një 12-13 vite aktora, kupton, por mendoj që është kjo, dhe tani po e ndjej këtë lloj eksperience, këtë lloj përgjegjësie, po e ndjej që edhe një punë që marr kudo një rol, kudo që e marr, për shembull, jap vlerën e duhur, edhe e ndjej që ja gjej anën. Ja gjej anën. Jo, kollaj jo, nuk është kollaj. Ashtu duket ne. Po. Jo, nuk është kollaj se e din ata të shtëpisë me nusja djali edhe Rina. Jo, po e din se vini moment, për shembull, ka rastisur shumë herë që me një projekt, me një punë, kudo që të jetë ajo. Ai rol në teatr ose në kinema, shkon për shembull ora 3 mëngjesit, edhe unë rrit dhe divani, për shumë, e rrit kështu, si ku kuftu, kupton vlla, e rrit duke par murin, ndërkohë që aty eci mendimet, eci gjërat, ndërkohë që gjithmonë në dorë është skenario ose vepra, që fillon, lexon, shqetësimin që ke për rolin, për kushtimi jot në atë punë, edhe ndonjëherë prandaj thon ajo, do thënë e thon,
E thonë dhe të tjerët që janë të mëdhenj, jemi shumë të vegjël para tyre që po. Një gjë kur ti e bën me pasion, e bën me përkushtim, sigurisht që do vi moment që do godasësh aty ku duhet. Po, ke drejt. Ja, si puna jote, edhe ti. Drejta se Edhe rrugë. ti, jo, po edhe ti. I çik muzikë. Ne tani, leri këto, mos mi bëj mua këto modesti tani, se Aurela Gaçe vlla, më ka thënë fjalët më të mira për ty. Kupton? Talent i rall, videoklipet që i ke bërë asaj, lëna tani, hajde. Se si ti publiku këto, po hajde se Donenjo. Lela. Lela. Je shumë e mirë për zot. Përshëndesim Lela. Na. Po ima. Gjithë to vite. Po. Sa filma, sa role numëron. Kurioziteti është i madh. Të them Flas në total. të them të drejtën, nuk i kam numëruar. Eri një moment në fillimet e mia, para 12-13 vitesh, flasim 2014 që fillova. Fillova, po numëroja një reklam, 2 reklama, një film, një teatr, pastaj 2 teatr, pastaj një film tjetër, pastaj një kështu, por rria po i numëroja. Kam 3, 4, 5, 7, mbas një vit e gjys, humba fillin. O që dore. O që adoro, humba numrin. Jo, sinqerisht nuk e kam, po të them një për momenti, për shembull mund të jap 25 premiera, 24-25 premiera në skenë, në teatr, mund të jap një 30 filma me metrazh të shkurtër, po thus edhe serialet brenda. Seriale, filma, metrazh shkurtër, metrazh gjatë, të gjitha këto mund të fus afërsisht tek 30-at. Pastaj komerciale, pjesën e reklamave që mund të jenë një 5, 6, 7 reklama, kaq. Jo, Në mirë. gjithë këto vite, Është goxha. Shiko, 2014. Po, Me 2024, 2025, sa i bin? 12 vite. Po për 12 vjetësh. Shko qa forkesme. Jo me meritën, po marrë shpes. Është mirë, okej, për tregun që ndodhemi, sigurisht që brenda këtyre ka pasur në seriale, kupton, po edhe në kinema, ka pasur 2-3 projekte që kanë qenë dhe në jashtë, ka qenë produksione që janë xhiruar për shumë në Shqipëri dhe unë kam qenë pjesë e audicioneve dhe i kam fituar ato audicione. Produksion italian, produksion francez, në zviceran, produksion kinez, ka pasur, produksion gjerman, që ka qenë produksion të huaja, për që jam xhiruar Shqipëri dhe unë kam qenë në orbitën e tyre, unë kam fituar audicione dhe që më kanë marrë, që kanë pasur ato, por besoj që janë mirë, Jo, janë mirë në këto vite. Shiko, thash par gangsteri, po. Ke filmi me Lelën, ke totalisht personazh tjetër. Po. Pra, këtu që thoshje ti, jo po më del mos si Argent, jo po e ke kështu, po pra, aty është komplet. Do më thënë, më dalloje mua ti sigurisht unë aty. Jo, fare. Do thoshje ti, po ky s'është Argenti që njoh, apo jo, pra thuaj këtë. Jo, kjo është drejt. Para, atë thash që shpar. Aty e totalisht tjetër. Kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, ma ka qenë një punë, për shembull, dhe unë e falenderoj dhe publikisht Claudio Ibrahimaj që është skenaristja edhe producentja e filmit, po të them sinqerisht që në film, më thonë, metrazh të gjatë në rol kryesor, do të thënë është e vetmja që mua më ka parë, po flas për film. Dhe e falenderoj sepse mu kam filluar në role episodike, role të vogla, role dytësore, si që është procesi çdo aktori, se mos kujto, ka arritur për shembull, unë e kam dëgjuar në intervistën, ne nuk krahasohemi me ata, por po të jap si shembull aktori, se çdo aktor në gjithë botën është po njësoj. Ka po të njëjtat peripeci, ka po të njëjtat bryla, ka po të njëjtat një farë rrugë edhe rrugë mentale shumë të vështirë, se jo vetëm rrugë që njeni ju, por aktori si e kishte ai Breaking Bad, aktori kryesor Breaking Bad, Jarova, i cili thoshte këtë gjë që po, unë punoj,
kam qenë për shumë vite me role të vogla, por paguja faturat. Ti njëjtën që bëj edhe unë, sepse unë nuk kam të ardhur të tjera, unë s'kam as biznese, as prona, as njërë, as tjetër. Thonë, unë shije familjen time, unë krijova familje me këtë punë. Edhe po, erdhi një moment që më pa, që më dha atë mundësinë për rolin kryesor dhe e mbajta. Se shumë e rëndësishme kjo, është tjetër gjë. Është tjetër gjë që të ta japin, bën se bën, se po të çedoj aty është e vështirë, po me sa duket ka qenë në kohën e dur, edhe ajo e falenderoj publikisht që më pa në momentin e dur, në kohën e dur që më dha atë, sepse ai ka qenë filmi i cili mua më ngriti goxha. Shiko, mund të themi me plot siguri, edhe është fakt, është një nga filmat më të bukur që është prodhu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Si film, qa temu si skenar, si regji, si filmim, si figur, po në total korniza, është një nga më të mirët që është prodhu deri sot. Se janë prodhu filma pa fund. Gjithë kanë bërë maksimumin. Po. Ai film është kuru te mase. Edhe është fakt. Rofsh, faleminderit. Ka arritur, po arriti edhe shikueshmëria ka qenë shumë e madhe, shumë e ndjekur nga publiku. Po ka zhurmë sot kësaj dite. Ende po ka zhurmë. Se i bën një vit e ca mbrapa. Po një vit e pak. Ka një vit është data. Po ka një vit e pak, në datë 11 prill ka qenë. Se bëm ato festimin e 1 vjetorit, 11 ka një vit e 10 ditë edhe ende ndihet zhurma e këtij filmi dhe më vjen shumë mirë për këtë gjë dhe shpresoj që të vazhdoj në këtë lloj. Shikoj, filma të tillë siç bëjmë ne zakonisht me filmat e huaj. E kemi parë një film para 2-3 vjetësh. Po që të pëlqen dhe realisht është i bukur, është komik, është i bukur. Po. Momentin që të bjen menja dhe herë tjetër, o ta shoh prapë. E mund ta kish pa 3 herë, 4 herë, 5 herë për qeve, gjithmonë të kënaqe. Është film i tillë në këtë lloj linje. Po të themi një gjë që ma tha vetë producenti, ma tha vetë Klaudia, që ka qenë një person kur doli online filmi, për ta parë, për ta bler online dhe është ende online filmi, edhe me një çmim të reduktueshëm për ta parë njerëzit. E gjeni te crioproduction.com, aty është filmi dhe ka qenë një person i cili e ka bler filmin mbi 8 herë. 8 herë. Që e ka parë. E ka po. Se ajo është me limit ditor për ta parë, duket asi. Jo, do të thënë ai e ka bërë brenda një jave, 2 jave. Nuk është puna, s'ka limit ajo. Është pa limit, atë mund ta blini sa herë të doni, e sa herë ta bëni. Do të thënë e keni 48 orë. Në momentin që e blini, e mbani 48 orë. Po për ta parë, përderisa e ka bler mbi 8 herë, i bie që ai ka dashur ta shikonte vazhdimisht, do të me një blerje është 48 orë, i bie 8 herë. Na 48, 16 ditë i bie. Apo kështu bie, mbi 16 ditë më për ta mbajtur. Ai është skenari është goxha i ngjeshë, ka skena, ka gjona shumë bukura aty. Është dinamika. Është pena Klaudios. E ka goxha dinamik patjetër, është pena Klaudios. Vetë deri shikosh ti atë sepse jo çdo gjë ti e mban mend gjatë kohës që shikon. Po, patjetër. Aktori këtë ka nevojë për një skenar të mirë. Kjo është e domosdoshme, për një skenar të mirë, edhe roli të jetë i mirë që ti të kesh aftësitë, që ti të kesh mundësi për të krijuar atë personazhin, për të jetë i qartë personazhi, për të ketë qëllimet e qarta, për të ketë faktet, ngjarjet, të gjitha të ketë qarta që ti mund ta krijosh atë personazhin edhe që të jetë i kuptoshëm. Sigurisht që ka ndonjë në kokë Klaudia, sigurisht kemi qëndruar në kokë, kemi punuar, jo vetëm personazhin tim, por të gjitha personazhet që kanë qenë aty, edhe të gjithë kanë shkëlqyer. Edhe Lela është shkëlqyer, Devis Muslymi është shkëlqyer, Fior Alba Ponari është shkëlqyer, të gjithë lart, poshtë, plot me personazhe. Po, plot me personazhe në vendin e dur, në momentin e dur. Aty ku duhen ashtu siç duhen. Ishte e shkëlqyer. Sa kohë shkoi si xhirim, kot për kuriozitet. Si xhirim ka shkuar, kemi xhiruar afërsisht, kemi xhiruar se puna ka bërë Klaudia më përpara patjetër dhe më vonë ka bërë, por si xhirim ajo ka shkuar gati 22 ditë. 22 ditë plota. Plota nga 12 orë xhirime. 12-13 xhirime ditë për ditë. 4 ditë i bëm në Vlorë.
4 ditë në Vlorë, edhe pastaj pjesën tjetër që e kishim në Tiranë, në rrethinat e Tiranës, në fshatrat e Tiranës. Edhe që u bë. Shiko qa mirë. Po. Shiko, ti ke thanë vetë, shitje mbi 400.000. Po si hapat ati në vlla, po ti lë këtu se... I lëm për dekor. I lëm për dekor. lëm për Ose ja, mirë, i lëm për dekor. Esa. Po këtë mbushe ma. Po. Birën tjetër, shiko, është halli malë që s'lem do të... Po shqyqerda. Do birat me kanache këtu, sepse është reklam, po. E që të bëjë rast tjetër, do bëjë një kri këtu, se të pak të në aty fuqia s'ka logo. Jo, kaq deri 2 goda kemi, s'kemi s'pinë më shumë. Deri 2 vlla, pastaj nesër prap. Ku e lam ke ti bileta, mbi 400.000. Ti duhet të thosh diçka tjetër. Që Cineplexi, që unë ja futur në njëra aktorët që sipas statusit të Cineplexit, që një ndër aktorët që filmat që unë kam marrë pjesë, kanë shitur mbi 400.000 bileta. Okay. Ka qenë disa filma, kupton, që kanë shitur kaq. Edhe po ti mbledhësh, domethënë çdo film që kam qenë unë ka pasur sukses të madh në publik. Kjo është. Kjo ka qenë, po, kjo ka qenë. Jo, nuk është pak, unë isha shumë i lumtur që ndodhi kjo gjë. Mos kujto se ka marrë ndonjë gjë, jo, unë thjesht jam paguar për rolet e mia. Nuk janë jo, nuk s'ka marrë absolutisht asgjë tjetër. Po, jam shumë i lumtur sepse kur më morën telefon, mori Klemi, që përshëndesim është menaxheri i Cineplexit, mori Klemi, më tha që Margin tha kemi vendosur për të nxjerrë publike, për të bërë publike këtë lloj gjë, më tha mua. I thash unë, okej, i thash unë, në rregull. Po edhe unë s'po e kujtoja, me vërtet kështu ka ndodhur, po tha. Ata i din shumë mirë shifrat, patjetër, sa ata me ata merre. I din shumë mirë shifrat edhe thanë që filmat që ti ke marrë pjesë, në çdo film që ka pasur sukses të madh në kineman tonë, tha, në Cineplex, në rrjetin e Cineplexit, ti ke qenë pjesë e këtij filmi. Tani filmat që ti ke marrë pjesë ta kanë shitur mbi 400.000 bileta në kineman tonë. Tu ta bëjmë publike sepse ti je aktor i parë që futesh në histori në këtë lloj niveli të shikueshmërisë. Jo, kjo që nxirret. Po, është gjë e madhe, është gjë e mirë, më vjen mirë. Ti e krenar për mua dhe më janë krenar për ty. Po, me gjime. Më bëhet qefi shumë për Zotin. Më vjen mirë dhe shpresoj që të vazhdoj dhe që të eci, sigurisht aktori ka uli ngritjet e veta, patjetër çdo artisti ka këto, pa diskutim, por gjithmonë të jesh në koherencë me kohën, të jesh në koherencë me tregun, edhe që ti të vazhdosh edhe të kesh suksese. Shiko, Shqipëria ecën që me hapa të mdhaja, është kështu hapa galopant kuptimin e fjalës. Nga vitin në vit. Ne kemi nevojë, mendoj kemi nevojë për të vazhduar siç jemi, por gjithmonë vazhdimi duhet të jetë edhe me synime të tjera, dhe synime më të mëdha. Mos të kemi frikë të ndërojmë gjëra të mëdha. Dakor? E drejt. Mos të kemi frikë të ndërojmë gjëra të mëdha, sepse ëndrat janë për njerëzit. Kafshat s'kan ëndra. Okej? Ashtu. Edhe neve duhet të ndërojmë. Ne jemi nga natyra jonë. Ne patjetër që çdo artist është në natyrën e vet, ëndrimtar. Qëndron, ri me këmbë në tokë. Po për shembull po të marrun NASA-n për shembull. NASA, nëse sigurisht që ndikim ka në filmat dhe imagjinata e regjisorëve dhe skenaristëve tek NASA që po sikur ta shikojmë një se ndryshe nuk do shkonin në Han. Po. Por ata kanë ëndërruar për atë gjë. Ata e ëndërrojnë, domethënë vjen njëri imagjinata, mbas imagjinatës vjen praktika për ta kryer. Edhe për ta vendosur në punë imagjinatën tënde. Prandaj them që gjithmonë duhet parë në këtë lloj sensi. Për shembull, në pjesën tonë, nuk duhet të qëndrojmë për shembull që ne bëjmë sukses shumë të madh në publik, në kinema, sukses shumë të madh në internet, siç është për shembull
vllazina që kap miliona shikime. Brenda dhe jashtë saj. Po, është vllazina që i përshëndes Ledian Qetsi, që është skenarist, që është regjisor, janë që kanë ndërtuar për shembull një personazh, i cili ai personazh ka shikueshmëri shumë të madhe. Arrin gati 5 milion, 7 milion, gjitha rrjetet e saj sociale kalojnë dhe 10 milion shikueshmëri. Një video e saj që bën. Ka kriju treg të madh. Patjetër. Tregun e saj është personazhi i më i ndjekur për shembull në rrjetet sociale. S'është pak. Sepse jemi në 2026. Çdo gjë ke në internet, çdo gjë ke aty, ëh. Mos ta harro. Gjonat janë thjesht çik më tepër, se herë i kohë. Sot mundësitë janë për deportuar informacion më tepër dhe duhet shfrytzu. Të deportosh, të ndërosh, të çoj atje ku ti ndonjëherë ëndërron. Kur e vendos qëllimin, ta kesh aty synimin. Ai është synimi jot. Sepse ti mendon ndonjëherë, ne jemi shumë tregu i vogël. Për shembull, jemi tregu i vogël. Mbase Netflixi nuk ka shumë interes tek ne. Por, akoma dhe atë lloj interesi, se nuk po flasim vetëm sa banor ka Shqipëria, po flasim për Shqipen, Shqip folës, për seriale shqipe, filma shqip, të cilët thot ai, nëse filmi ecën, ka publik, e duan shqiptarët, sa jeni ju vëlla që flisni, merr edhe Kosovën, merr edhe Maqedoninë. Sa shqip folca jeni, se kështu funksionon ai. Po e tre. Sa shqip folca jeni ju gjithandej? Ne jemi 20 milion vëlla. 22 diçka të tillë. Po mos më them 25. Ne jemi 22 milion, por një treg Netflix që është globale si rrjet, patjetër që kam interes thot ai. Duhet ta synosh. Duhet ta shohësh. Po, kjo lloj gjë, po do mundohem për ta bërë këtë gjë. Do mundohem. Do filloj, do ulem bash, do marr më të mirët, që janë më të mirët, me skenar, me këtë, me atë, filloj me film. Pa një film, po të ketë shumë se shifra kërkon është Netflixi. Sa ke bërë ti vëlla? Nëse një film arrin, për shembull 200.000 bileta, 300.000, ka shumë shikueshmëri, hajde se kam interes thot ai. Po ti po ta hapësh Netflixin të shohësh ti ca filma, ti thua ne mi hyje kinema e botrore vëlla. Po le se të ikën trurit, domethënë. A kupton, ti e di shumë mirë. Hap ti Netflixin, shikon ca filma aty, po pse më të zotri? Po pse se pranon tonë ti për shembull? Kërkon një farë lobingu, kërkon një farë që, por duhet të qëndrosh nga mbrapa. Deri një moment të bëhet, nëse ndodh bëhet një moment, një kontakt i parë, pastaj fillon, hapet dera. Po. Hapet. Po krijon lart poshtë edhe greku për shembull. Ka qenë ky Kristoforos Papakaliatis. Për herë të parë një serial që bëri në një televizion grek, u pëlqeu, u bë dhe ja mori Netflixi. Sezonin e dytë ja bleu Netflixi dhe vazhdoi aty. Po, ndryshon jeta. Ma të tjesh këto, vëlla, Shqipëria është shumë problem. Problema se edhe greku, ose zemra vëllat, edhe greku, e kupton, sa grek fol sa ka. Jo për 15 milion, 20 milion, 25, po. Qas ke kontakti. Ti the vetë që duhet ta gjëmosh kamera. Patjetër. Bota ka çik më ndryshe, më kam çik më thjesht nifet kuptimin e fjalës. Unë për shembull jam interesuar në fundit Netflixi nuk e njeh Shqipërinë fare në art, kuptimin. Domethënë për çështje bashkëpunimi. Ne mo do ta bëjmë ne ta njohim. Kjo është historia domethënë që duhet më u lodh. Ti shikon filma Netflix. Futesh aty ri e shikon nga fillim deri në fund, ore ç'është kjo thon? Po. Ore ç'është kjo? Si ka mundësi të jetë kjo këtu? E nuk jemi ne. E tre. Po ç'mundori? Po flas, a kupton, merret i kape si të duash, se mund edhe ta dëgjojnë. Komerciale, artistike, njërën tjetrën. Po, hidhe, ka vend për gjitha vëlla aty. Ka vend edhe për komerciale, për artistike, ka për të gjitha. A kupton? Se duhet me dojnë me gjithmonë Netflixin vajtëm në Oscar. Jo. Se cilin në vendin e vet. Shikoj aty, po do ti vëlla të shkosh deri atje, po bëj një film për ta tillë. Nëse do vëlla të shesësh biletat në barosh, bëj një tillë. Po e bën Hollywoodi, mos ta bëjmë ne. Po e bëjnë aktorë të mëdhenj, e bëjnë producent, bën Ben Affleck këtë gjë. Do bëj një film vëlla e dua për Oscar.
do bëj edhe një film, tha, e dua për këtë gjë. E bën Matt Damon, e bën ky, e bën filan, e bën Sylvester Stallone, kush se bën njerëz ja si kap dot. E bën lloj, bën Scorsese komercial, bën kush s'ka bërë tani të. Do bësh e komercial, do bësh e artistike. Do i bësh gjithë. E do të regu, do të regu. Po e do tregun, e bëjnë të gjithë më zotëri. Do bëj këtë, thot ai, po shumë mirë. Do shkoj atje, do marr një nominim, do shkoj në një festival, do bëj këtë lloj gjë, do bëj dhe komerciale, thot. Pse se do ta mbushë xhepin, thot ai. Tale se unë do ta mbushë xhepin se kam. Ka të bëje. Po pra. Ka të bëje. Ka të bëj goxha. Oj ma, Po. do kthehemi edhe herë ke Luli dhe Goni Lemes. Po. Do t'i një gjë interesante, një mra paske, një gjë, kështu që s'është tregu vërtet. Se e di që ka gjona plot. Pas e të punosh me Lelen, është qyfyre e sabi. Aurela Gaxhi, se ndonjëherë tregon që madhështin e profilit saj si aktore, madhështin e si këngëtare që mund të ketë, kjo tregon edhe profesionalizmin e saj në prapasken. Ne jemi miqësuar me njëherë. Aurela ka mbaruar për aktore. Ka mbaruar në Akademinë e Arteve për aktore, edhe ka qenë jashtëzakonisht e dëgjuar, ka qenë jashtëzakonisht një person i cili nuk e tregonte fare atë madhështinë e saj që mund të ishte. Se unë s'dua të them emra, po mua më ka rastisur se kam bërë shumë punë, vlla, edhe kam parë lart poshtë. Edhe ndonjëherë ajo ka qenë madhe, ka qenë mirë dhe ka qenë thjesht është vlerë rreth parë për veten e saj, pastaj për ne, sepse tregon profesionalizmin e saj, dhe tregon thjeshtësinë e saj, sepse thjeshtësia të kthen madhështi. E drejtë. Okej? Tani vërtet ka pasur raste që edhe unë kam rastisur që kam punuar, kupton se unë nuk është tregu im që unë të ri me këta, për shumë me këngëtar ose këngëtare, ka rastisur edhe i duket vetja si kur ku ishte për shumë. I duket vetja. Me Aurelën nuk ka ndodhur kjo. është ekzemplar. Jo. Ka punu gati me të gjithë, po si Jo, nuk ka ndodhur kjo, edhe prandaj them ndonjëherë që kjo patjetër më ka bërë përshtypje, më thonë që në fillim. E kam thënë, e bravo i qoftë. Për thjeshtësinë e saj, e bravo i qoftë edhe për dëgjimin e saj, sepse Aurela ka mbaruar për aktore, ka bërë një super rol te filmi, po patjetër që nuk është angazhuar, dhe nuk është si puna jonë që këtë punë bëj. Sigurisht që i kam dhe 5 gjëra më shumë, është normale, besoj. Edhe që mund t'i thoshja ose mund si të vinte. Por mendoj që ajo thjeshtësia e saj, ajo pjesa e saj mua më ka bërë përshtypje në fillim, edhe ashtu vazhdoj, ne kemi një miqësi të jashtëzakonshme tani, kemi një flasim, komunikojmë, bëjmë, ajo është gjithmonë për turnera, gjithmonë e pakapshme. Ajo nuk lodh, dhe ajo punon me benzinë, kam thënë. I vetëm i shto. Benzinë, nafto. Jo, benzinë se djeg shumë. Po djeg shumë e veti. Po energji. nuk kas, s'di që ta Aurela kur asnjë. E ka Jo, djeg shumë se ecën. Patjetër se ecën shumë, e di. Edhe nuk lodhet asnjëherë, shumë interesant. 5.000 benzinë. Wow. 5.000 benzinë. Është tipik makina amerikane. Fix. Oj ma, të pys për qef, një 2-3 gjona për filmin që bëm bashkë. Për shtypjet. Thuj kështu shqeto, mos e qaj kokë. Për shtypjet. Gjitha që dush një. Unë i parnoj gjitha, ti e di. Unë them drejtën dhe jam qik i ashpër në punën time. Jam goxha i ashpër në punën time, edhe ndonjëherë i ashpër, kërkus, mund të thoshje, kërkus. Ba më gjatë thoshje, se marrë në ti. Jo filozofik, jo gjëra filozofike.
filozofia mund të jetë një moment, për shumë. Filmi, skenari, dhe publiku që të shoj, kërkon gjëra të vërteta, ta besoj atë që shikon, të jetë e vërtet ajo që të humbasi bashkë me ne. Që të humbasi bashkë me ne, dialogjet, skenarit duhet të jenë më të thjeshtruar, më të thjeshta dhe më vepruse. Sa më vepruse të jetë pjesa e skenarit, aq më bukur e bën dhe aktori, dhe aq më mirë të del rezultati në fund. Kjo është. E gjitha ishte kështu. Kurse për pjesën tjetër pastaj ty s'të vë njeri së thot njeri gjë për pjesën e kamerave, njërën e tjetën, se ti e njësh për atë punë, je më i mirë për atë punë. Por, për pjesën e skenarit, edhe unë ta kam thënë vëlla që shiko, jo çdo njeri mund të shkruaj. Jo çdo njeri mund të shkruaj. Unë për shembull nuk e kam atë dhuntin. Ka lloj njerëzish. Por, ti nëse ke idenë, po, merr një person, merr dy persona që kanë atë dhuntin. Qëndroni 3 veta bashkë. Nuk është kosto. Jo, nuk është kosto. Se këtë i thosh edhe Mariusi, Zebrevokit, se du të thema edhe Marius Dervishit. Këtë i thoshi, nuk është kosto. Mos kujto se ti do argjosh duke marrë filanin e filanin. Jo, ke për të fituar më shumë. Fitimi është në kinema. Kur e ajo gjë që besohet do shikohet më shumë, sa më shumë do shikohet, aq më shumë të ardhurat do të vinë ty. Kuptoj këtë gjë. Më thënë, nëse nuk e kupton këtë gjë, nuk ke për ta bërë asnjëherë. Vjen e gjitha nga skenari. Ti kamera ti ke, njërën, tjetër, miqtë e tu, njerëzit, ta kupton? Gjithë dursin e ke me vete, vlla. Kupton online, ne. Nuk të mungon gjë. Skenari është shumë i rëndësishëm. Skenari është jashtëzakonisht. Me personat adapt. Nuk do argjosh, do fitosh. Ma beso këtë vëllai. Jo, aty ke drejt shumë. Kapton, do fitosh. Këtë i thosh edhe për shumë Mariusit. Zebrevokit. Më thëmë që te kemi qenë për herë të parë te falli njëshi. Kemi qenë me Mariusin. Ka qenë shoku im që bënte regjin, që unë e dua shumë, Lindar Kaja. Ka qenë bënte regjin e filmit, edhe më thot, më merr, se ka pas në kurs, kemi qenë akademi bashkë. Edhe më tha kështu, dhe me Mariusi e la me djali. Djal Flori, sakt, korrekt, i mirë, me të gjitha, djem të tillë duhen vlla. Djem të tillë ja bën dhe mbar Zoti dhe ecin lart. Edhe të cilën unë i thoshja, se okay, edhe ti merrje shokët e tu ndaj këtej, por mbam mend çfarë thash? Këtu, vlla, do marrësh profesionist. Profesionisti, thash, nuk argjohesh, do fitosh. E di që ka kosto profesionisti, po profesionisti është për këtë punë. Nuk e bën dot kushdo këtë punë. Kam bërë 5 vite shkollë për këtë punë. Po në ato 5 vite, çka ka bërë ti? Se them ndonjëherë, në ato 5 vite unë kam bërë për këtë gjë. Apo kam mësuar për këtë gjë. Sigurisht që nuk mund të jetë më talent, pa tjetër, as e vën dyshim, edhe pa shkollë, ka talente sa duhesh ti pa shkollë, por se ka të zhvilluar. Po e drejt. Dakor? Nuk e ka të zhvilluar zemra ime. Më mirë merr një profesionist që ka më pak talent se sa dikush që është shumë i talentuar, që s'ka zhvillim, por profesionista fut me teknik. Me teknik. Teknikën e ati nuk matet ai, talenti deri diku vetë, deri na këtu, deri atje. Teknika ty të çon. Shkon për para. Po shkon për para. Si pun zanat, profesion. Pape bën me sy mbyllur pastaj. A kupton, mbyll sytë edhe bën. Kurse talenti po, ta bëra këtë këtu, shumë mirë, asa bukur thua ti. Mirë, çoj deri këtu. Nuk e çon dot. Pse se s'ka teknikën atë që ka profesionisti. Atë pun bëj. Dakor, po unë kam talent as të kam. Por unë kam shkollën. Shkolla është teknika e kësaj pune. E çdo profesionist e ka këtë. E merr dhe e bën profesionisti. Dakor? Teatri është shkolla.
Për çdo profesion. Për aktorë flas, ë? Po. Teatri është palestra e aktorit. Po s'bëre teatr, nuk ke muskuj si aktor. Harroje. Je pa muskuj, je pa gjë, je pa gjak. Të duhet teatri. Këta do i gjesh vetëm, prandaj them, hajde vlla më shkon teatr. Hajde më zotëri shiko teatr. Shiko teatr dhe Picasso. William Dafoe e thot këtë gjë. Unë nuk kam bërë shumë audicione. E di pse? Sepse unë kam bërë shumë teatr. Atëherë vini regjisor dhe më shkonin në teatr. Ku kanë dalë gjithë këta për shembull aktorët? Lart poshtë, janë shumë pak që kanë dalë për shembull. Jo audicione, jo kjo. Jo. I aktiv në teatr, po vinte regjisori, shkon te filan. Aty gjen edhe agjenti dhe njëri flas për jashtë. Këtu. Aty gjen gjitha. Edhe ecën. Kështu shkon. Po, Prandaj, si të gjithë gjonat bashkë. patjetër, prandaj them, edhe Mariusit atë i thoshja, vlla merr profesionist. E bëri, e mori, dakord, dhe falli 2 më vonë, që shkuan gjithë sepse falli 1 shkoi shumë mirë, dhe falli 2 ka bërë 2 fishin e asaj Që boni pari. Mi çdo që do rekuperohet rrugës. Po. Pastaj, shiko, si do qoftë, ti jemi çik treg i vështirë. Ti e di shumë mirë Gjithë që botën është tregu i vështirë. Në çdo shtet që të shkosh, ka treg të vështirë. Kudo që të shkosh. Nuk e ke asnjëherë të thjesht. Harroje. Shko ti nesër pas nesër. Çfarë thot vllai ty? Okej? okay. Ja kam bërë unë për shembull audicion në Hollywood bara. Po. Ishte një film jashtëzakonshëm që do dali tani 2026. Fatim që përzjodhen për të bërë audicion, se është edhe fat. Të përzjedhin të bësh audicion. Se kështu kalon. Sa ka vlla. Ka pa fund. Po, ishte fati që tha, po, ty duhet të shofët. Nuk e fitova, po më pa. Deri te shikimi është. Të pa, një moment është e, po një moment, vllai, një moment të vi, ndryshon jeta kështu. Direkt. Mariusi e bëri këtë gjë, më dëgjoj, o marrësh profesionist vlla, merr këtë duash, po merr profesionist, hallkat e personazheve të filmit të jenë profesionist, ai është i talentuar dhe e qan atë rolin që bën. Po, e drejt. Kupton, e qan, pa e ka të veten, ka të lindur e ka, a kupton? Kjo bëhet, por është kjo gjë që lart poshtë majtas djathas që ta mbajnë, se ndonjëherë ne themi në teatr që mbretin e luajnë oburtarët, okay? Arritin ato lloj nivele që u pëlqye. Edhe shkrimin e ka në mënyrë të shkëlqyer, shkrimin. Se prandaj them, fillon të shkrimi, kupton vaj. E ke shkrim, na shkrimi me profesionistë edhe suksesin e ke parë. Të troketë dera. Jo, ke plotësisht drejt për gjitha këto. Ke plotësisht. Jo ta kesh ti parasysh te projekti i radhës që do të bësh, prandaj Po, them. është, jo, nuk i heqa si presion atyre që të ti. Po, shiko, pos provove, që ti shikosh ato gjërat për zjarri kuptimin e fjalës. Në fund, domethënë, nuk është se i kupton tamam thellë gjitha këto gjëra. Pa diskutim. Sepse i merr si përfaqësore zakonisht. Patjetër, duhet të rish me profesionist që ti kuptosh. Po ta shikosh, atëherë ti e kupton sepse çaj ke prek në terren atë dhe Patjetër. e merr 100% domethënë atë barazimin. Pa diskutim duhet t'i provosh e t'i shohësh. Nuk vjen ku dëgjon pravera me një, kupton? Por Jo, duhet provosh, duhet të ecësh. provosh, të ecësh dhe kostoja mos të jetë shumë e lartë që të godasi shumë. Sepse nëse të godet fort kostoja, ti nuk e provon më. Edhe unë këtë. Ky është halli. Sidoqoftë filmi ka atë koston e vet. Nuk ka tani, pa diskutim që ka Në shumë kosto. Shqipëri se për është i çik problem të mbledhësh kosto për projekte të tilla, patjetër. që kjo si tush ka Ti një moment është. Ka herë të trem fillim kur e menon për ta filluar, sepse si tush është tregu i vështirë. Përgjithësi bizneset tu nuk e se shikojnë filmin si opsion që bëhet një reklam e mirë. Po. Bota e ka totalisht ndryshe. Bota nuk të fut fare. Po. Ose do pagush shumë lek. Patjetër. Këtu realisht
E shikojnë si opsion ama se film është. Patjetër. Po film, po ajo reklama ngelet aty për gjithë jetën. Netflixi nuk pranon reklamë, më fal. Filma me Nuk po e drejta. as se dhe një reklamë. Të fillosh ta qirosh filmin nga e para ti heqësh logot e logot që ke brenda në imazh. Pa diskutim. Kështu që është një si dush të tentosh andej duhen ca kushte që ty këtu të duhen ato kushtet për ta bërë filmin. Kështu që jemi dy variante. O duhet të kesh lek shumë vetë që ti ta bësh atë filmin mos kesh reklama. Edhe tentosh gjithmonë andej ose do bësh pak peripeci këtej. Mariusi e bëri pas një lloj reklame. Jo, e pash këtë radhë. Edhe mboni përshtypje 0 logo. 0 logo. 0. Po i ka edhe. I dha dorë para, e ull këtë. I dha, po. Edhe kapi atë. Tash ja i ecën me. Tani ecën e zbajt më. Si për nivelin Ja, tjetër. nuk vajt më. Po, kjo është e drejtë. Po do po të arritesh atë ditën se s'bën. Ja tash. Prandaj që të arrish atë, më thonë bëj një 2-3 me pjesën për shumë. Po, të ketë reklama, 2-3 sponsor, edhe që të arrijet ajo pastaj. Që ti të vazhdosh. Por, prap, ajo duhet të ketë sukses. Duhet të ketë sukses, ka sukses, sepse ajo do të japi për shumë. Duhet të jetë produkt i mirë. Duhet të jetë i mirë. Mos çaloj në disa gjëra, ca gjëra tjera. Shqiptarët duhet ta gjejnë veten. Shqiptarët duhet ta gjejnë veten. Nuk është e domosdoshme të jetë vetëm komedi, por ke edhe dramë. Po vjen mirë që shkoj edhe mirë kjo pjesa e si që shë ky filmi e parë, se ishte Fioralba harova më si ishte ky filmi i fundit që e bëri ky ishte Fioralba Tyrian Hysko. A filmi turit? Po. Kazerma, po. Do thonë shkoj, ajo ishte dramë. Një dramë, ishte një film shumë i mirë, fotografia dhe pa diskutim ishte shkëlqyer, fotografia dhe regjia ishte shkëlqyer. Po, shkoj mirë. Do thonë ajo ishte një dramë që shkoj mirë. Atëre ecin gjërat. Kjo më erdhi mirë se eci sepse ishte dramë. Jo, ishte produkti ishte një produkt, ta kupton? Sidoqoftë tema që është pa diskutim. Çik temë vështirë, po. Produkti ishte i mirë. Ishte i mirë, më thënë, eci gjëja. Kur ecën gjëja, edhe dramë që ishte, edhe që kishte edhe shkushmëri, kishte edhe publik, kjo më erdhi mirë që ecën gjëra. Sigurisht që komedinë e duan gjithë, pa diskutim, komedia pa diskutim që duan gjithë, por rëndësi ka që edhe kjo eci, më thënë, edhe njerëzit nëse jetia servir në mënyrë të mirë, ajo nuk do ketë shikueshmëri. Ja do shikojmë këtë projektin e ri. Punojmë ti rregulloj gjithë komponentët, gjitha mangësinat që ishin ke i pari ta rregullojmë ke ky i dyti. Shpresoj të arrijm qëllimin. Unë e di që më dëgjon, por ka vëlla, mos më kurse se e gjitha do filloj të skenari, dhe pastaj, e gjitha do filloj të skenari dhe pastaj ti e di që unë të sillem më të mirët. Po e drejta. Ashtu, edhe kam për të sill prap më të mirët. Okej, po do t'i sill edhe në skenar. Po je mirë vetë bur. Po mirë, po patjetër. Po je mirë vetë. Patjetër, jo. Jeni ju pa jemi ne, pa. Jo, jeni ju. Po stishi ju në Shqipërbazi që. E zinxhiri është i tillë. Shkon zinxhir, shkon mirë, mendoj që nëse ke dëshirën e mirë, ke ëndrat që ty të shtyjnë dhe të çojnë përpara, mendoj që arrin nivel shumë të kënaqshëm. Shumë të kënaqshëm. Ne s'kënaqemi kur në fakt, por ecën. Kur jenë në një rrugë që vazhdon, patjetër që asnjëherë nuk e dihet se ku të çon. Për shembull, por ti je gjithmonë në rrugë. Ne themi që jemi në autobus, ik më lë se jam në autobus. Autobusi ecën, vazhdon.
Le të ndalojnë në prestacione, në një, mund t'i bie goma ku t'i gjon. Ti je aty mos lëviz. Mos dil fare vllana do bozi lër, do rregullohet goma do eci të vazhdoj. Lëre, kjo është edhe jeta jonë, kjo është edhe karriera jonë, kjo është puna jonë. Kjo është do njerëz që thua Si e kam me pasion, më thëmë, më vjen mirë sepse më thëmë s'më ka ikur pasioni që atëherë. S'më ka ikur, nuk sado që kam kaluar 501, por nuk e di, e adhuroj këtë punë, e adhuroj, e dua, si ta them unë, kënaqem si fëmijë, gëzoj, kur shkoj, jam në skenë, jam aty që jam goxha produktiv, që jam goxha, që punoj goxha, po më kënaq, më gëzon, është, si ta them. Po ka të bëj shumë he. Po, ka të bëj. Në final, po nuk zove me atë puntate që ke bo. Patjetër, më kënaq, më mbush. Do me thënë, më shtohet jeta kur përjetësoj jetën e tjerëve, kuptonte. Kur arri dhe jetoj disa jetë të tjerëve, më shtohet mua jeta, si margent. Arri dhe luaj jetët e tjerëve. Kjo është gjë shumë e mirë. Ta kupton? Është gjë shumë e mirë. Është gjëja kryesore. Po. Është gjëja kryesore. Gjë shumë e mirë. Është gjë shumë e mirë, por shiko para eni. Donenio. Para gjithë bashkë për para, shiko para, mua këtu më ke, s'ke Po s'ke ku ikti jo. Po ku do vene? S'ke ku është. Qafu. E shiko, interesant. Duan edhe ca lartë poshtë që me ishin qafe, po jo. Se ka dhe ashtu, Ka dhe ashtu, Natën e mirë, mbarojnë? Të keqen vllai. Shqipëria e sapi, ne nuk e di. Jo, nuk ndodh vetëm Shqipëri, ndodh kudo, e ke në gjithë botë. Ma besoj vllai. E dakord me ty. Ke kudo. Ne shqiptarët kemi ca gjona kështu që i kemi shumë të veçanta që si ka bota. Po në të njëjtën ne jemi me personalitet vlla. Ne kemi identitet. E kupton? E përshëndes gjithë shqiptarët, i dua shumë. Kemi vllai, jemi popull me identitet, nuk s'është pak. Nuk është pak. Ti e di shumë mirë, kam bredhur shumë, edhe ti ke bredhur. Unë jam rritur edhe jashtë, ta kupton, edhe kemi parë vlla lart poshtë. Të marrësh diçka që ti ta nisësh në -5 për shumë, -6 e të ndërtosh të vesh në maj, vetëm shqiptari më ta bëj. Ja, ty ke plotësisht drejt. Vetëm shqiptari dhe bravo i qof, nuk e bën asnjë racë tjetër vlla, ma beso vllajën tot. Kemi parë lloj dhe race. Lare tani, vetëm shqiptari mund ta bëj. E merr vlla na -5 e nis me kemi si ta them unë. Jemi hungry, si jemi i nat deri. Kemi i nat deri. Po. S'na lë sedra. Edhe kjo është gjema, kjo është gjë shumë e mirë, sepse kështu zhvillohet një popull, kështu ecën një popull. Po ecën përpara, Shqipëria ka ecë te masë fort. Por e mira s'ka fund, pa diskutim, por po ta them që çfarë ndodh, për shembull me shqiptarët, prandaj themi që jemi një popull i veçantë, popull i bukur, i mirë, autokton. Edhe nga më të vjetrit. Po çfarë s'bëhet fjalë, s'bëhet fjalë valla. Kush na vin neve, jemi tokën tonë valla. Kush na vin neve, i valla. Tamam. Po s'bëhet fjalë. Po i madh, jemi drejt fundit. Pse ka ishte? Kështu ne përqefim në më ta qëmë deri nesër sa duam, përqef shpirtit e valla. Deri maj. Nësi ku je vetë zot, vetë shko me bëjë emisionin si përqef ta. Faleminderit shumë. U kënaqja pafund. Mendoj që tham disa gjëra që duhen, do të thënë, në profesionin ton për të zhvilluar këtë lloj pune dhe për ta çuar më tutje. Dakord? E për ta çuar më tutje edhe gjithmonë sasia do sjellë cilësinë. Kjo është më se sigurt. Është 100% e sigurt. Sasia do sjellë cilësinë. Edhe ne të bëjmë sa më shumë, aq më shumë do mësojmë edhe ne akoma, jo vetëm, edhe ne aktorët akoma. Sa më shumë, aq më shumë i fuqishëm të bësh, aq më shumë
i zoti do bësh në punën tënde, edhe ti do rish dhe do konkurosh atje ku duhet, ashtu si duhet, me ata që duhet. E një je shumë i mirë. Je shumë i mirë me tonë dhe... Je shumë i mirë, je shumë i mirë. Jena bote 2 sot për zotin, kam qysh partë të shofi. E di sa shkoj flokët kështu vlla? Më shkojnë kështu flokët? Për zotin. Po Plaza Vape do t'i mle, po ti më le, po ik tani, Plaza Vape vlla. Plaza Vape. Po e di që kam për t'i qetur, e di te roli i radhës, po prit se po i mbaj sepse kam një super rol tani në teatr, edhe dua shumë, edhe kam kështu, edhe... A do t'i bësh kurtha me qimen? Por nuk bën më gjithë. Jo, mbas këtij roli. Mbas këtij roli, po do vi më vlla punë e radhës. Po parukja fushte. Shiko. Po qa paruke s'le me paruke ne, emocionet tona janë të vërteta, po ik tani, lëna, ne s'bëjmë gjoja, më të kishëm ne bëjmë gjoja, qa jemi ne? Je i maf. Po i maf. Hey, hajde, përshëndet dhe unë, je shumë i mirë, hajde, je shumë i mirë, hajde, hamë në gjera, mos më limona dur, mos më lëmo, pra. Skutoda. Mos më limona dur si kot. Qa thudje bur? Dashur miq, kjo ishte puntata, shpresoj t'jeni knaq, edhe shihemi ke puntata radhës. Ju dua të gjithë. Ciao.